Partia Demokratike mbylli mbrëm numërimin e votave në procesin ku kandidati i vetëm ishte Sali Berisha. Në fund, lideri historik i demokratëve arriti të fitojë bindshëm ndaj vetes. Sipas të dhënave të publikuara nga Selia Blu, numri total i votave ishte 39.441, vota të vlefshme në total 38.902, ndërsa 539 vota rezultuan të pavlefshme. Nga votat e vlefshme 37.341 ishin pro Berishës, 1.055 kundër dhe 506 abstenim. Rezultati final prodhoi edhe ironin më të madhe politike të ditës. Sali Berisha, 35 vite në politik dhe mbi 3 dekada në krye të së djathtës shqiptare, mundi Berishën me afro 98% të votave, por përtej triumfit në letër, procesi u shoqërua me shumë pikpyetje. Ish deputeti demokrat Ervin Saliani publikoi gjatë ditës shifra shumë të ulta nga degët kryesore të PD-s, duke pretenduar se deri në orën 18 në qarqet kryesore kishin votuar vetëm 3.885 persona. Ai akuzoi drejtuesit e PD-s për fryrje dhe manipulim të shifrave, ndërsa e quajti procesin fars për uzurpimin e partisë. Dyshimet u shtuan edhe më shumë, pasi në disa degë të PD-s orari i votimit u shty deri në orën 19, donse kandidati ishte vetëm një dhe pjesëmarrja në shumë zona rezultoi dukshëm e ulët se antarësia zyrtare. Në degën 8 në Tiranë, nga 1.741 antar me të drejtë vote, morën pjesë vetëm 665 persona. Në Vlorë, nga rreth 1.600 antar, votuan afro 700. Në Selenic morën pjesë 157 nga 270 antar, ndërsa në shumë zona të tjera pjesëmarrja mbeti larg shifrave që dikur prodhonte Partia Demokratike. Në disa degë nuk munguan as vota kundër për Berishën, edhe pse në fletën e votimit ishte vetëm emri i tij. Në Gramsh 22 demokrat votuan kundër, në Sarandë rezultuan 40 vota kundër, ndërsa në Gjirokastër 11 demokratë refuzuan ta mbështesin. Por treguesi më i fortë i krizës së djeshme duket vetkurrja dramatike e Partisë Demokratike. Nga mbi 100.000 antar që PD deklaronte në vitin 2013, Selia Blu pranoi zyrtarisht rreth 50.000 antar. Pra në një dekadë, partia është përgjysmuar. Ironia politike mbetet e fortë, ndërsa opozitat në rajon si në Serbi po mbushin sheshet me protesta dhe figura të reja politike. Partia Demokratike Shqiptare mbylli një proces ku lideri historik garoi vetëm kundër vetes në një parti me gjysmën e antarësisë së dikurshme.